Takimi i tretë mes kryeministrit Albin Kurti dhe kreut të LDK-s Lumir Abdi Xhiku nuk solli asnjë rezultat. LDK kërkon marrëveshje politike për emrin e përbashkët për presidentin. Gjatë ditës janë shtuar dhe zërat se lëvizjeve vendosje, po përgatitet për kandidaturën e ministrit të jashtëm Glauk Konjufca. Ndjekim kronikën. Takimi i tretë mes kryeministrit Albin Kurti dhe kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Xhiku, nuk solli asnjë rezultat në përpjekjet për të gjetur një zgjidhje për çështjen e presidentit. Pas takimit, Kurti konfirmoi se nuk ka ende zgjidhje kur ka mbetur edhe 2 ditë nga afati kushtetues për zgjedhjen e kreut të shtetit. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re do t'ju njoftoj. A keni pretendime për Vjosa Osmani? Zgjidhje, por do t'ju njoftojmë nëse kjo bëhet së shpejti. Me njëherë pas takimit me kryeministrin Kurti, Abdi Xhiku takoi grupin e tij parlamentar në selin qendrore. Nga ky takim, LDK propozoi 2 rrugë që duhet të ndiqen, e një prej të cilave është një marrëveshje mes tyre dhe lëvizjes vetvendosje. Por është qëndrimi i grupit parlamentar të LDK-s që këto rrethana zgjedhjet janë të panevojshme, janë të shmangshme dhe nuk i duhen Republikës Kosovës, prandaj dhe LDK-ja është e gatshme që të ofrojë kontributin tonë në këtë drejtim për zgjedhur një president, qoftë me konsensus të gjerë të gjithë spektrit politik, qoftë në mes të marrëveshje politike në mes të dy partive. Marrëveshja politike sipas LDK-s përfshin vetëm çështjen e presidentit dhe jo të përfshirjes në qeveri. Pajtoheshin mbi parimet, kriteret dhe në fund për emrin e përveçëm. Pra duhet të jetë një emër që pajtohen 2 partitë politike së bashku, jo njëra tim për në emrin tjetrit. Gjatë ditës pati raportime se ministri i jashtëm Glauk Konjufca mund të jetë një nga kandidatët për president, por nga LDK konfirmuan se në takim nuk është përmendur asnjë emër. E pra duket se ende nuk po del tymi i bardhë në situatën e negociatave për një emër të ri për president të Republikës së Kosovës, megjithëse gjatë të këtyre ditëve liderët e partive kryesore kanë patur takime intensive me njëri tjetrin. Për të marrë më shumë informacione nga Prishtina zyrtare, do të lidhemi në këtë momente me gazetarin tonë atje, Ideal Gola. Ideal, unë të përshëndes edhe mirë se vjen. Flasim për këto përpjekje për gjetur një kandidaturë e cila do t'i marrë të 80 votat në parlament. Duket se është e vështirë si për presidenten aktuale Vjosa Osmani, ashtu edhe për emrat të tjerë, është propozuar nga familja Jashari dhe më pas edhe Glauk Konjufca, kush janë kandidaturat të cilat mund të kenë më tepër mbështetje? Deri tani që po flasim ende nuk ka pasur ndonjë emër të ri nga ata që kemi diskutuar ose që janë përfolur si mundësi që të hidhen në votim në seancën kur do të mblidhej kuvendi për të zgjedhur kreun e ri të shtetit. Vjosa Osmani, presidenti aktuale, ka me dëshirë dhe me synim që të ketë një mandat, mirë po ajo ende nuk ka siguruar 30 nënshkrime të deputetëve në mënyrë që të zyrtarizojë kandidaturën e saj, ashtu siç e kërkon kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër, takimet që kanë ndodhur të shumta gjatë kësaj jave, por sidomos edhe 24 orë të fundit, nuk kanë sjell asnjë rezultat. Vazhdojmë të jemi 2 ditë para afatit kushtetues, ende të paqartësi të mëdha. Duke që lëvizja vendosje nuk e preferon Vjosa Osmanin, me që Lidhja Demokratike u tregua e hapur ndoshta që t'i jap votën e saj, edhe pse brenda grupit të saj parlamentar për 15 deputetësh janë 2-3 figura aty të cilët kanë shprehur rezerva për zonin Osmani, përfshirë këtu ish-kryeministin Abdullah Hoti, i cili publikisht e ka quajtur edhe si noteret Albin Kurtit, pasi ka le të themi ka miratuar të gjitha vendimet e kryeministrit Kurti. Tashmë Lidhja Demokratike ka ofruar marrëveshje politike, për cilën lëvizja vendosje nuk është deklaruar ende, pavarësisht se kryeministri ka thënë që do të bëjmë përpjekje edhe në orët të fundit për të gjetur një zgjidhje. Sipas partive, ato duan të shmangin zgjedhjet, megjithatë ende nuk ka një kandidat që do të merrte 80 vota në kuvend. Megjithatë, ashtu që the edhe ti, po përfundon afati, vetëm 2 ditë nga afati që ishte vendosur nga kushtetuesja, cila do të ishte procedura në këtë momente nëse supozojmë se nuk arrihet dot një marrëveshje për një kandidat të përbashkët i cili mund të votojë nga gjitha palët.